Për vetëm 28 ditë, sektori punëve të brendshme në Tetov ka shqiptuar 602 gjoba për parkim të gabuar. Makinat e parkuara kudo ndikojnë në bllokimin e komunikacionit, por edhe hyrje-daljet në ndërtesat e banimit. Nga sektori për punë të brendshme Tetov apelojnë për kujdes, sidomos para shkollave dhe institucioneve. Pjesëtarët e policisë nga sektori për punë të brendshme Tetov, gjithsesi pjesëtarët e policisë nga stacioni policor për sigurinë e komunikacionit rrugor, vetëm gjatë këtij muaji, pra prej datës 1 prill deri ditën e djeshme, kanë shqiptuar gjithsej rreth 602 masa sa i përket keq parkimit apo parkimet në vendet e gabuara apo e kështu me radhë, kurse nga ana e mjetit special të Merimangës janë ngritur diku rreth 300 automjete, të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë kanë penguar qarkullimin e lirshëm në komunikacion. Nga komuna e Tetovës thonë se situata nuk është si ka qenë, ndërsa paralajmërojnë se javën e ardhshme do të ketë edhe një debat publik, ku do të prezantohet studimi i ri i rregullimit të komunikacionit. Javën e ardhshme ne si komunë së bashku me Institutin për Planifikim do të organizojmë një debat publik për studimin e mobilitetit. Në këtë debat, do prezantohen analizat e para të cilat janë bërë, problematikat e rrugëve, si dhe rikategorizimi i rrugëve. Në këtë rast, transporti publik, udhkryqjet, parkingjet, komunikacioni publik, shtytjet e biçikletave dhe gjithçka tjetër rreth problemeve të komunikacionit. INSI është një institut nga Kosova, po ashtu INSI e bën edhe planin gjeneral urbanistik të qytetit. Drejtori parkingjeve të qytetit thotë se ka parkingje në Tetov, madje shpesh janë të zbrasta, ndërsa vozicit e pandërgjetshëm makinat e tyre i parkojnë nëpër rrugë. Pikërisht për këtë kaos që krijohet nëpër rrugët e Tetovës në komunë, brenda javës pritet të mbahet edhe debat për studimin e kryer me qëllim mosbllokimin e rrugëve. Rezultate nuk ka dhënë siç pritej, as edhe aksioni që u ndërmor në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, me çrast nëpër rrugët e Tetovës janë nxjerrë 10 policë për të mbajtur rendin në trafik.